Avokatët e një personi të dyshuar për pastrim parash në rastin Black Eagle argumentuan para gjykatës së apelit të Brukselit se ndjekja penale e klientit të tyre është e papranueshme me arsyetimin se dosja është e paplot. 34 persona po ndiqen penalisht në këtë rast për pjesëmarrje në një organizatë kriminale aktive në trafikimin e kokainës midis Amerikës Latine dhe Evropës, që nga viti 2018 deri në vitin 2020. Dy avokatët penale argumentuan se akuzat kundër klientit të tyre, i akuzuar për ndihmë në pastrimin e shumave të mëdha të parave nga trafiku i kokainës, bazoheshin në dokumente të marra nga dosje të hapura jashtë vendit, njëra në Itali, tjetra në Spanjë, dhe nga të cilat gjykata ka vetëm përkthime të përafërta. Sipas tyre, dosja është e paplot dhe për këtë arsye, gjykata nuk mund të vërtetojë fajësinë e klientit të tyre. Ata argumentuan se procedurat ishin të papranueshme. Sipas çështjes spanjolle, i pandeuri, i cili është rreth 60 vjeç dhe aktiv në pasuri të paluajtshme në Shqipëri dhe Itali, dyshohet se ka marrë pjesë në takime me figurat kryesore në rrjetin e trafikimit të kokainës në Aruba, në Antillet Holandeze, por edhe në Monte Carlo, Monaco, në Tiranë, në Shqipëri dhe në Bruksel. Ai dyshohet se veproi si ndërmjetës midis njërit prej dy udhëheqësve të dyshuar të rrjetit dhe investitorëve në Shqipëri për të pastruar para nga shitja e drogës. Nga ana tjetër, Lucrezia Notarigo deklaroi para gjykatës së apelit të Brukselit se ishte e papranueshme padia për procedurat kundër klientit të saj, Gazmir V, i akuzuar në çështjen Black Eagle. Avokatja penale i kërkoi gjykatës të merrte të njëjtin vendim që bëri gjykata penale e Brukselit një vit më parë, të merrte në konsiderat që në bazë të parimit non bis in idem, do të thonë fakti të mosgjykimit dy herë për të njëjtat fakte, procedurat duhet të shpallen të papranueshme për klientin e saj Gazmir V. Ajo kujtoi se ky i fundit ishte dënuar tashmë në Antwerp për trafik droge, bazuar në fotot që e tregonin atë në mes të një operacioni për nxjerrjen e drogës. Kjo përfshin hyrjen tinës në anijet kontejner për të hequr ngarkesën e mbushur me kokainë para kontrolleve doganore. Sipas avokates, këto fakte të Antwerpit formojnë një unitet qëllimi me ato me të cilat akuzohet klienti i saj në çështjen Black Eagle, të gjykuar në Bruksel. Avokatja penale shkon më tej. Ajo e shqyrtoi hetimin në detaje për të arritur në përfundimin se Gazmir V nuk i kishte vazhduar aktivitetet e tij kriminale pas arrestimit të tij të parë. Të dhënat telefonike më lejojnë të gjurmojë të gjithë agjentën e tij gjatë periudhës së kryerjes së veprës penale. Asgjë nuk e lidh atë me rastin aktual. Nuk ka prova për pjesëmarrjen e tij në një organizatë kriminale, argumentoi ajo. Gjykata dëgjoi të mërkurën deklaratën e fundit mbrojtëse, atë të Ilir L. Ai dyshohet se ka menaxhuar garazhe për organizatën kriminale, ruheshin automjetet dhe kimikatet të përdorura në transportin dhe përpunimin e kokainës. Ai siguroi gjyqtarët se nuk ishte në dieni të natyrës së palikshme të aktiviteteve të punëdhënësit të tij, Indrit Kulaj. Ky shqiptar dyshohet se e ka drejtuar organizatën së bashku me bashkombasin e tij, Alfredo Hamzaj. Gjykatësi i parë arriti në përfundimin se unë i kisha mbyllur syt dhe se duhet ta kisha kuptuar se çfarë po ndodhte. Tha Ilir L. Kjo nuk është e vërtet. Unë nuk kam qenë kurrë indiferent. Sapo kontrolluan garazhet, e thirra Indritin dhe i tregova se çfarë kishte ndodhur. Ai më tha mos u shqetëso, do të kujdesem unë për gjithçka, do t'i rregulloj kanaçet, por vendosa të tërhiqem nga kompania e tij, shpjegoi ai. Kjo kompani e quajtur Mondovi, që dyshohet se ishte aktive në import-eksportin e automjeteve, ishte një guack boshe sipas prokurorit federal. Disa nga shqiptarët e përmendur në këtë proces janë identifikuar më parë nga mediat si Artur S, Indrit Kulaj, Arben I, Alfredo Hamzaj, Arten Hamzaj, Fjodor B, Aldo T, Lazar S, Marcel A, Erik I, Geron Z, Klodian B, Gazmir V, Ilir L, apo kosovari Bashkim O, të konsideruar në të lojtarët më të mëdhenj shqiptar në tregun e kokainës. Në këtë dosje janë zbuluar edhe lidhje me zyrtar në Shqipëri, përfshirë korruptimin e një prej tyre me një orë 400.000 euro, apo takime me ta në Antillet Holandeze për të mundësuar leje ndërtimi për kull në Tiranë.